Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se ardhët në takimin e radhës rreth komentit të haditheve të Imam Bukhariut, Allahu pas mëshiruar. Jemi në kapitullin e detyrisë, respektivisht tek hadithi 81 dhe në kapitulli respekti ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mos pyetja e tij për gjëra jo të domosdoshme. Ebu Musa Ash'ariu radiallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet për gjëra. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ashya' fakarihaha. فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إننا نتوب إلى الله عز وجل. Ebu Musa Ash'ariu, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet rreth disa gjërave që nuk i pëlqenin atij dhe kur e tepruan me pyetje u hidhrua dhe u tha të pranishmeve: pyetini çfarë të doni. Një burrë pyeti: kë kam baba, cila është babaja? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: bab e ke Hudhafen. Një tjetër u ngret dhe pyeti: po unë ja Rasulullah, kanë bab? Apo cila është baba im? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: baba jot është Salimi, i qërbruari i Shejbes. Kur Omeri e vrejti hidhrimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam në fytyrën e tij, tha: o i dërguari i Allahut, kërkojmë falje Allahut fuqiplot. Hadithin përpas Bukhariut e transmeton edhe Imam Muslimi. Shkojmë tek shpjegimi i këtij hadithit, i cili është mjaft interesant. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ardhur për t'u sqaruar njerëzve fen, për t'u shpjeguar shariatin, çështjet e fesë, m'ia sqaru njerëzve. Krejt çka u nevojitet njerëzve për dinin e tyre, për ahiretin e tyre, për ta fituar kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Andaj dhe sahabët herëherë e pyetshin atë të bekuar për çështje të ndryshme, për të cilat ata ishin të interesuar apo kishin nevojë që t'i dinin. Por nga njëherë ndodhte që ata ta pyetnin për gjëra, dikush prej tyre ta pyeste për gjëra jo të nevojshme. Madje për gjëra që nuk i duhen fare njerëzve, apo ta pyet së tepërmi. Dhe kjo mund ta rëndoj pejgamberin alayhi salatu wassalam, mund ta shqetësoj, dhe se rrjedhoj edhe mund të hidhrohet. Sepse nuk pyetet pejgamberi këtë çfarë te ke ty, për pyetet për diçka që është me rëndësi. Një gjë e tillë, pra një hidhrim i tillë ndodh në këtë rast. Në këtë, siç e tregon Ebu Musa Ash'ariu në këtë hadith. Ku ky sahabi i bekuar tregon se pejgamberin një herë shokët filluan ta pyesin për gjëra të ndryshme, të padobishme, dhe të pa arsyeshme, të cilat nuk i pëlqenin pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sepse, siç tham, pejgamberi nuk ka ardhur të përgjigjet njerëzve krejt çfarë që teket atyne. Nuk të përgjigjet pejgamberi në krejt tekat tua, çka teket ty me vetate. Andaj, kur filluan ta pyesin për gjërat të cilat janë të panevojshme apo të padobishme, ky i bekuar o hidhrua, o ngret, hypi në hutbe dhe filloi ta mbajë një fjalim, ai i bekuar,
alayhi salatu wa salam. Dhe pastaj tha, pyetni çfarë të doni, sepse pasha Allahun nuk ka diçka që do të më pyetni e që nuk kam për t'ju përgjigjur. Pyetni çfarë të doni, sepse pasha Allahun nuk ka diçka që do më pyetni e që nuk do ju përgjigjem, përderisa jam këtë vend, në hutbe. Dhe kjo kishte ndodhur në mesditë, pasi kishte falur drekën, siç ka ardhur në transmetim tjetër te Imam Buhariu nga Anas ibn Maliku, të cilën Buhariu cek në kapitullin El-I'tisam, qëndrueshmëria në pasimin e Kuranit dhe Sunetit, ku do të na vijë edhe më vonë inshallah taala. Kur njerëzit filluan ta pyesin më pastaj pejgamberin lloj pyetjesh. Derisa Abdullah bin Hudhafa ngret dhe tha, ja Rasulullah, kush është baba jam, cili është baba jam, në pranit të krejt njerëzve. Pejgamberi alayhi salatu wa salam pa kujtu fare, tha, baba jëtë është Hudhaifa. Baba jëtë është Hudhafa. Baba jëtë është Hudhafa. O laj. Më pas, ngret një njeri tjetër, dhe tha, ja Rasulullah, për cili është baba im? Pejgamberi alayhi salatu wa salam tha, baba jëtë është Salimi, Mawla Shejbe, i cili kishte qenë rob i Shejbes e pastaj kishte qërëbruar apo liruar nga robëria. Mund parashtrohet pyetja, pse këta dy veta, këta dy persona, pyeten të njëjtën pyetje. Ky i pari, ja Rasulullah, cili është baba im? Dhe tha, është Hudhafa. Dhe ky i dytë, tha, ja Rasulullah, po baba im cili është? Tha, Salimi. Pse bashkë ta dy? Ulemat kanë thënë, shkaku pse këta dy sahabë pyeten për babën e tyne, se cili është prindi tyne, është se ishte përfolur për të dytë, që këta nuk janë të prindërve tyne që i nifen, por janë me dika tjetër. E që në kupton se nanat e tyne i kanë mshef, kanë bërë immoralitet me dika tjetër, e s'kanë të regu se këta fëmij nuk janë biologjik të burrave tyne që janë të jetu me ta, pra prindërve tyre. Ishte përfolur, andaj këta të dytë edhe pyeten. Thuhet se po doli ajo që ka ishte njohur te njerëzit, elhamdulillah se të dytë janë evlad të prindërve të tyre që i njeh shoqëria. Ky Hudhafës, ndërsa ky tjetër i Salimit. Për Abdullah bin Hudhafën është cekur në biografinë e tina, se pas këtij rasti ka shku te shtëpia e vet. Kur shku në shtëpi, nana e vet, veç kishte ndëgjuar ishte përhap lajmi, se Abdullahu e pyeti pejgamberin vend publik, cili është baba jam ja Rasulullah. Dhe nana e tij ishte hidhruar fort në te. Dhe i tha, o birë, djalë ma të ketë se ty, po nuk kam, po t'ja ke në veti. Po qysh e pyet njeriu pejgamberin, cilë është baba jam. O birë, po ku e dinte që kemi ban na në kohën e ignorancës gjahiljetet para islamit. Ku e dinte o birë që këna ban na para, kemi qenë gjahiljet, nuk e kemi ditë që kja haram e kja halal. Këna mujtë me bëgjana të liga. Tanja, po dhe në poshtru nanën tanë të para këtë miljetit ta. Këtë qka i tha Abdullah, o Allah i tha, shëqër o zët, që doli baba jam që këtë që është, që këtë, burrët, Salimi, Hudhafa, se unë në fill, pashku ta i tjetër të babam lanë se kisha. Por, elhamdulillah, që
doli kjo që koka e nuk dole që a dyshej shane. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigurisht se nuk e ditë më sheftar, ku e dinaj kush është baba i Abdullahut dhe ati tjetërit, ku e dinaj? Por, Meleku Gjibril, Allahu e inspiran, e informan në përmet Meleku Gjibril. I vjen me laqa Gjibril dhe i tregon se baba i filanit është filani dhe baba i filanit është filani. Omeri radiallahu anhu kishte qenë prezent në atë mejlis. Dhe kërë pas e pejgamberin në rëvëzu shumë, alayhi salatu wassalam, deshe ta qetësaj aty bekuar. Andaj tha, oj dërguar e Allahut, oj dashë Allahut, Allah na falë të neve. Allah na falë të neve, oj dërguar e Allahut, për këtë sjellje tona jo të mira, për shqetësimin që po ta bëjmë. Na falë të oj dërguar e Zotit. E ne po pendohemi te Allahu e po kërkojmë falje prej Tij për çdo gjë që e bëjmë e që të hedhërën ty ja Rasulullah. Dhe që të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nga hadithi kuptohet se çka thonë ulematët që Imam Buhariu ka për qëllim cekin e hadithit këtë vend që mësuesi nuk pyetet për çdo gjë. Nuk pyetet për gjëra të cilat nuk ke dobi, nuk ke nevojë, nuk të duhen fare. Po ashtu nga hadithi kuptohet se mund dhe ka të drejtë mësuesi të nervozohet gjatë ligjerimit apo gjatë këshillave të cilave u jep nxënësave të tyre. Hadithi jep me kuptu gjithashtu për larg pamësinë e Omerit. Omeri ishte prezent. Omeri s'mund të bëj se pyetje, të quajmë kushtimisht pa lidhje, por larg pams. E kuptoj se këto pyetje nuk janë të duhura. E lexojnë fytyrën e pejgamberit se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u hidhrua. Andaj më një reagoj dhe qetësoj pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ta cekim një biografi të shkurt për Abdullah bin Hudhafen, me qenë se autori dytë, personi dytë i cili e ka pyetur, nuk është i njohur shumë, nuk është i njohur saktë cili person ka qenë. Ndërsa ky është Abdullah bin Hudhafe, cili pyeti për babën e vet, ja Rasulullah, cili është baba im? Pejgamberi tha, baba jot është Hudhafe. Ky Abdullah bin Hudhafe, ibn Qais al-Qurashi, as-Sahmi, i quajtur Ebu Hudhafe. Islami kishte pranuar qysh herët, qysh në vitet e para të shpalljes. Kishte bërë hijri në Etiopi apo në Habesh. Ishte një njeri shumë i veçantë, nga sahabët e veçantë në shumë çka. Si për nga sprova, po ashtu për nga vendëshmëria e guximit i tij. Ishte i vetmi sahabi, i cili i kishte takuar ballëmball dy mbretërit më të mëdhej të asaj kohe apo të asaj periudhe. Mbretin persian dhe mbretin bizantin. Tani le të shohim pika shkurtra për takimin e tij me këta dy mbretër. Takimi i parë ishte me mbretin e Persisë. Pas kthimit nga Hudejbia, marrëveshja e Hudejbis, në fund të vitit të 6 hijri, pas marrëveshjes së armpushimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mendoi të dërgonte mesazhe mbretërve të shteteve për rreth. Dhe të ftante në Islam. Këto letra ai i bekuar i dërgoi në fund të vitit të 6 hijri, në muajin Dhul-Hijja, e thuhet në fillim të muajit Muharram të vitit të 7 hijri. Në mesin atyre që kishte zgjedhur për të dërguar letër, ishte edhe mbreti i persian Kisra, respektivisht Eberwaz ibn Hermuzi, me të cilin
letër do ta thërrëste në Islam. Për këtë mision, për të dërguar këtë letër, në Persi kishte zgjedhur pejgamberi alayhis salam Abdullah bin Hudhafen, i cili personalisht shkoi e takoi këtë mbret dhe ja dorëzoi letrën dorë. Dhe pas e lexoi letrën mbreti, e shkeu, o nervozua shumë, e shkeu letrën dhe e kërcnoi rëndë Abdullahun, që kësynin nuk e tremi, po e kërcnoi edhe pejgamberin nga distanca alayhi salatu wassalam. Kur pejgamberit e erdhi lajmi për qëndrimin e mbretit Kisrasës, çfarë qëndrimi, çfarë qasje ka pasur përballë letrës që ja dërgoi pejgamberi, mesazhet, edhe përballë këtij ambasadore apo misionare që kishte dërguar pejgamberi alayhis salam, edhe sa e kishte grisur letrën e pejgamberit, pejgamberi tha Allahumma mazziq mulkehu, o Zot, shqyja pushtetin e tina. Kur nuk ishte zgjatur shumë, nuk ishte shku shumë larg, dhe i biri i tij Shereveihi e kishte vrarë të atin dhe kishte hypur në pushtet vetë. E që për takimin e Abdullah bin Hudhafes me Kisran, edhe për këtë letër kemi folur më lartë, kur kemi folur për temen dërgimi mesazheve njerëzve të dijes tek hadithi 58, ndaj ne mjaftojmë me kaq këtu. Ky është takimi i parë. Takimi i dytë, e që është shumë interesant, e Abdullah bin Hudhafes është takimi i tij me mbretin bizantin Heraklion. Abdullahu kishte marrë pjesë në gjihad, në luftë, në Sham, në kohën e kalifes Omer. Dënë Zoti, Abdullahu zinët rab nga Bizantinët. Herakliu, mbreti Bizantin, kishte shfaqur interesim shumë të madh për të atakuar ndonjën nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj kishte thonë Parisë vetë, generaleve aty, nëse e keni zanë rab, apo nëse zini ndonjë rab, ndonjë nga shokët ati Muhamedi, ma sillni ta çfarë njerëzën ata. O dënë Zoti, zinet rab Abdullahu dhe kapin e dërgojnë në pallat të mbreti Herakli. Mbreti Herakli konsiderohet, kemi folur për të në fillim krejt, konsiderohet për mbretërve më të famshëm, më të zotët të perandorisë bizantine. Largpams, strateg. Mbreti Herakli shikon këtë njeri, shikon. Dhe mes tjera është për i thëtë. Apo bëhen që i krishterë? Po të liraj. Abdullahu i aktheu, jo nuk bëhen i krishterë. Tha, apo bëhen që i krishterë, ta japi gjysmën e pushtetit. Tha, jo nuk bëhen i krishterë, po të më japësh gjysmën e pushtetit tënë, ma dhe ketë pushtetin tënë, ma dhe ketë pushtetin e dynjas. Tha, bëhe krishter, po të martej me vajzën, me bijën tem, edhe po të api gjysmën e pushtetit. E që i bije mas me i bëhe shtimret me vajzën tem. Tha, për jeton i krishter, nuk u bëna. Mbreti tha, atërëm të të vrasë. Tha, mundesh me bëne, por unë nuk kalej në krishterizëm. Mbreti urdhëroi shtarët ta kapin Abdullahun, ta lidhin dhe të bëhen gati me gjumë shtizë, me shigjeta. Por për thëtë shtarëve, pëvrejt Abdullahu, mëse qëllënin trup, qëllënja afer, për ta friksuar. Edhe gjuajnë disa herë me friksu, edhe pas çdo herë që gjuajnë, ja paraqet mbreti krishterizmin,
pagëzimin, kalimin krishterë, por Abdullahu refuzon. Pastaj, e sheh se nuk po bindet njeriu, urdhëron dhe i sjell 2 të robëruar, 2 robë tjerë musliman. Urdhëron shtarët e tij dhe sjellin një kazan janë të madhe me ujë të vluar, e thuhet me vaj të vluar. Dhe nga lart, nga çardaku, ballkani i lart, e hudhën janin, i thotë shtarëve, hedheni poshtë. Dhe gjuajnë poshtë dhe nga temperatura e lartë shkrihet mishi dhe mbetet skeleti njeriut. Tjetrin e liron. Thot Abdullahut, apo pagëzohesh krishterizëm, apo bëhesh i krishter, apo po të hedhim edhe ty në këtë kazan, apo anë të madhe, që edhe ti me pas fundin sikur se ky. Abdullah tha, nuk bëhemi krishter. E kapen, tha hedheni, edhe po duan ta hedhin. Kur bën gati me hedh Abdullahun, atine po i rrjedhin let. Dikush nga ushtarët po ja bën me dije mbretit, i cila të afër për diko, se po kanë, tha ndaleni, ma sillni. Dhe i tha, pse po kanë? Po ke frikë nga vdekja? Tha, nuk po kaj, se po kam frikë nga vdekja. Asnjëherë. Por po qaj, nga se po e kuptoj që me pas ka ardhur fundi me vdekje, e unë kam një shpirt, pas ka ardhur koha me dhana shpirt. E po kaj, po qaj, se kur të kisha pas 100 shpirta, se kur kisha pas shpirta sa kime në trup kam, e me dhanë tanë, një ka një, për hir të Allahut azza wa jall. Kur e pa mbreti këtë qëndrueshmëri të këtij njeriu të thjesht, tha lëshan. Tha afro ngat, edhe po e pyet. A po mputhen ball e po të liroj. Se pa që i krishter nuk bëhet. Tha, o kujtu, tha, a diçka? Po të puthin ball, ama me një kusht. Tha, urdhëra çfarë kushti ki? Me më liru mu dhe krejt muslimant që janë robët e ti. Mbreti u kujtua dhe tha, po të liroj ty dhe të gjithë ata të cilët janë robë. Dhe mbreti mbajti fjalën. Abdullahu e puthin ball, mbreti e liroj, edhe tha lironja, edhe robët e tjerë që janë në burg, e thuhet se kanë qenë 80, e thuhet se kanë qenë 100 sahabi. Krejt sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të bashk në krye tyre, prej Shamit atje, prej Siris, niset për në Medinë. Në Medinë kishte arritur lajmi para se me mri ky grup në krye me Abdullahun, kishte arritur lajmi të Omeri për atë çfarë kishte ndodhur Abdullah bin Hudhafës. Omeri i kishte mbledhur një grup shokësh edhe kishin dalë në periferi të Medinës për ta pritur këtë heroj të madh, i cili kishte treguar një heroizëm të pashëq. Kur afroan u takuan dy grupet, i dhanë selam Omerit dhe shokëve të tij, e Omeri tha afro këto të puthin ball, sepse tanë muslimant kanë hak, kanë obligime të puthën ball, e unë jam i pari i cili të puthet në ball, afro më afër ballin, dhe e puthi Omeri atë në ball, radiallahu anhu, e pastaj e puthën edhe shokët e tij të gjithë ato që ishin prezent. Ky ishte Abdullah bin Hudhafe, i cili tregoi trimni, qëndrueshmëri, iman, bindje, yaqin, dinin Allahut te bareke ve taala. Ka vdekur në kohën e Osmanit radiallahu anhu në Egjipt. Allahu qoftë i kënaqur me të edhe me të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me neve bashkë me ta. Allahumma amin. Dhe deri në takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sahih al-Bukhari.